Vit të rëndësishëm dhe vendimtar për të ardhmen europiane të vendit e ka vlerësuar kryetaria e Kuvendit vitin 2011 për jetën e parlamentit shqiptar. Në konferencën e fundvitit Topalli analizoi të gjithë punën e komisioneve parlamentare dhe Kuvendit, duke u ndalur posaçërisht në 3 mujorin e fundit, ku pas stinës së gjatë të bojkotit opozita u rikthye në parlament dhe dha konsensusin e saj për disa reforma të rëndësishme për integrimin europian të vendit. Ne mbyllim këtë vit me një bilans pozitiv të kalimit, të miratimit, të ligjeve të rëndësishme dhe të reformave, që kanë bërë të mundur që Shqipëria sot të shohin pozitivisht në ardhmja. Agenda parlamentare ka pasur vetëm një bosh themelor me emrin reforma. Puna në Kuvendin në Shqipërisë ka qenë një përplasje idesh. Tashti që opozita është kthyer në punë, është kthyer në detyrën e saj, dhe ne kemi kaluar bashkë me opozitën disa nga kodet që kërkojnë të rritestat, se ky ka qenë një moment i normalës, i detyrimit kushtetues. Majoranca dhe opozita natyrisht janë dy forca politike shumë të rëndësishme, të ndryshme në programet e tyre, të ndryshme në filozofinë e tyre, por parlamenti është asambleja vendimarrjeve kombëtare dhe kur flitet për integrim, këto nuk mund të ketë diferenca. Edhe majta dhe djahta duan që Shqipëria të jetë në Bashkimin Evropian. Duke bërë urimin për vitin e ardhshëm, kryetaria e Kuvendit ka vlerësuar ngjarjen kulmore të 2012-s, që është 100 vjetor i pavarësisë së vendit, dhe shmangu komentet teksa u pyet nga mediat për zgjedhjen e presidentit. Asgjë përpara kësaj ngjarje nuk ka. Unë respektoj institucionin e presidentit, i cili është në detyrë deri në momentin e caktuar. Ajo që unë besoj fort në ndërgjegjen time politike është respektimi i Kushtetutës së Shqipërisë. Kështu që respektimi i Kushtetutës është vetmja rrugë që ne do zgjidhim të gjithë agjendën e ardhshme të institucioneve të ndryshme. Gjatë këtij viti në Kuvendin e Shqipërisë janë miratuar plot 450 ligje e 219 akte, marrëveshje dhe vendime.